Pikërisht ky është ai rasti ku Allahu i lartësuar na tërheq vërejtjen prej kësaj panorame ku njeriu grumbullon pasuri në mënyrën e qortuar. Wa jama'a fa aw'a. Pra grumbullon pasuri dhe e fsheh atë. Alladhi jama'a malan wa 'addada, i cili grumbullon pasuri dhe vazhdimisht e numëron atë. Yahsabu anna malahu akhlada, mendon se pasuria do bëj të pavdekshëm. Pra kjo është forma e qortuar e grumbullimit të parave të pasurisë, ku njeriu haron Zotin, haron botën tjetër. Ndërkohë që Allahu Azza wa Jalla na jep në raste të tjera panorama të tjera, ku i lavdron ata të cilët kanë pasuri dhe shpenzojnë atë në mënyrën e duhur. Dhe edhe Allahu thot: "Fa amma man a'ta wattaqa", për sa i përket atij i cili jep dhe i friksohet Zotit të vet. Treguat i devotshëm dhe largohet prej ndalesave të tij. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dhe që beson në më të mirën, për beson në më të bukurën që është fjala la ilaha illallah, dhe rrjedhojat e saj, pra beson në atë fjalë dhe në çdo punë të cilën ajo fjalë e bën obligim.